lajmi ditës. Marido, fatos nanoja, për ty në një qytetar i Tiranës, njëri që sa do e komunizmin e tjera. Qa ishte në 91-shin kur mori frenat e PS-s? Pastaj, çfarë ishte në 92-shin, në 93-shin, në 97-ën? Për ty si qytetar, si shqiptar i larguar nga Shqipëria, si e shikoja, dhe pastaj si e mendon një lloj trashëgimie historike, edhe gjatë kësaj kohe bëjmë atë debat bashkë, si Beqameti. Po, është... 91-shin jam kurioz, si e shikoja? Nano në 91-shin. Problemi ishte për shumë... Dua t'ju kujtoj që jemi live, edhe mund të bëni edhe komente. Leti themi që në vitin 90, kuptohemi, ishte ajo periudha që unë kam votu për PD-n. Kuptohemi, Nano ishte e ktheu nga partia e punës në PS. Po. E mojnë si dush njerëzit. Do më ishte diçka që për mua ishte po njëta gjë. Për mua ishte po njëta gjë, po flasë gjithmonë për vitet 90. Kështu që si të shmera i vrulli i gjithë. Do më thënë nga një komunist i vjetër, një komunist pak më i ri. Nëse ishte një lloj gëzimi, ishte një lloj kënaqësie, sepse të kuptohemi, ndryshe nga tjerët unë shifja atë të djatën ose atë shifja ndryshim, jo rrëzim, dhe unë gjithmonë i mbahem kësaj. Për mua gjithmonë ishte ndryshim. Pra, nëse sot kemi kooperativ, nëse do këtë kooperativ apo këtë ferm, do ta kemi private. Nëse kemi një fabrik, e di që kjo fabrik duhet bëhet moderne, dhe që të bëhet moderne duhet jetë private. Pra, isha shumë i qatë, isha më i qatë se këta që thonë do ktheshim kushtetutën mrapsh. Isha shumë i qatë. Dhe më thonë ti nuk do prodhonim traktorin me zinxhir, po do prodhonim ato Lamborghini. Më dum pak të nëmë këtë prodhojmë, pësas dum as kishim, po të thash dum do i prodhojmë në të pak të. Ose të lymë. Bëjmë i gjohë, ato sedilet e dum-duma, se s'kishin as sedilet shkretët, i bëshin vetë. Ka pas dhe i sedile i hekur i të knarë. Po, për plastë e këshumë, se i kisha qefë si këshumë. Shumë zhurë më bëshin dhe ata. Po vazhdojnë kinezët i majë. Akoma dum-dum. Kemi dum-dumat prapë. Bravo. Pra, isha, sinqerisht kam qenë i qatë, më vjen mirë për këtë. Pra, ideja ime ishte e thjeshtë. Nuk funksionon kështu. Duhet ndryshuar. Po ideja ime, kuptohemi nga ideja e këtyre që mua me këtë punë ishte më ndryshe. Hajtë të arëzojmë. Dhe duke pa Nanon, thash, më në fund e ke përësysh një zë i ri, zë i bukur, qytetar, çun Tirana u dukte. Ashtu mbetën, në fakt, shumë Tiranë, patjetër. Edhe po pas 91-shit, pra gjithmonë flasim pas Shkodrës, sepse në momentin që ndodhi ajo që ndodhi në Shkodër, 2 prillit. Vrasjet e 4 prillit, 2 prillit, shtyva 2 ditë. Aty unë isha 99.9% i sigurt që kjo kishte ndodhur nga brenda PD-s, nga brenda protestës. Do më isha më se i sigurt për këtë, dhe gjyqi i dha, gjyqi ndaj tyre, do më thënë i dha atë vulën ku i thon muhabeti që kjo nuk ka shumë. Pastaj tregoj sekret që unë se babin e kam shumë patriot. Edhe baba e ka qenë një antikomunist. E që? I jashtëzakonshëm. Pa i ma ka... Pa. Pars, si quhet. Edhe unë kam pas dajën, edhe se në përgjithësi sportistët ishin më mundje hapur. Unë kisha... Ishte trajneri femrave të luftarit në voleibol. Problemi ishte që në familjen time edhe mace po të kishim antikomuniste dilte. E di, si do ke qenë një fëmijë i përsulluar, se do Jo, po kanë qenë edhe shoqëria, edhe vetë shoqëria që vinë se vishin artist, për shkak që tash i kuptoj të tërë. Prandaj s'kam urrëtie për asnjë, jam kuptoj për asnjë lloj ideje nuk kam urrëtie. Vjen gjyn nov për njërin, duhet ta përqafoj tjetrën, them ky ka hall. Nuk kam urrëtie sepse kam qenë vetë në ato pozita, kam ditë se ç'është një artist, tjere, kështu që i kuptoj gjithë kur bëjnë poezi rreth kohës.
Dhe ndoshta më dha një shtys ajo që zgjodha t'i futem rrugës së tregtisë, në mund ta quaj kështu. Më këto domethënë në një farmase unë zbatova atë çfarë unë kisha ide. Pra nuk më pëlqe të kem brigadier dhe jem brigadier vet. Sa më hec më mirë. Po jo të shkatroj vendi ku punova. Kjo nuk më shkote në mend. Ata privatizoj nëse ka mundësi, po edhe të rregullojmë këto gjëra. Ta bëj lavaz. Bravo. Po jo lavaz. Kështu që u zgjatëm shumë rreth kësaj, po që t'i jepshim një kontekstin historik. Një kontekst historik. Dhe pastaj nëse do ta marrim nanon se çfarë ishte përfundimi, burgosjen e tij, këtu isha ti? Kur burgos? Po. Nëse do ta marrim nanon se çfarë ishte përfundimi, sepse kam shumë fjalë të mira për të thënë, është që nuk rujti do të asgjë, as shkollën, as fabrikën, as industrinë, asgjë. As artin, asgjë. Ai kishte probleme Nëse do ta marrim kontekstin e kohës se çfarë ai kishte përpara, unë nuk arrita kuptoj se çfarë ka qenë nano. E vetmja gjë që unë domethënë shikoja nanon, e shikoja atëherë dhe sot, një njeri që nuk e urrejtë Shqipërinë. Pra nëse kemi Saliun që e them me bindje që e urrejtë Shqipërinë, e urrejtë. Dhe ai se ka kuptuar sa shumë e ka urry. Jo se ka kuptuar akoma. Nano nuk e urrejtë Shqipërinë. Por ishte, duke e marrë tani me gjithë studimet që jam, ishte një dorë që na duhet shti, sepse e dim që asgjë rreth të trupit tat, trunit tat, nuk ka të bëjë as me komunizmin, as me ndonjë gjë që mund ta sjellësh në revolucion ose në gjë. Dhe gjëja që unë do ta lavdëroja nanon jashtë mase ishte që ndoshta ishte edhe koha, ishte që grupimi parlamentar ishte elita e Shqipërisë, kishte kënaqësinë ti dëgjoje. Dhe atëherë parlamenti ndoshta ishte hera e fundit që unë pata guximin ta dëgjoja, ose si mund të them, vërtet mësoje diçka nga i parlament. Se për shembull tani parlamenti është për të mbyllur, pra gjë e parë që duhet bësh për të mbyllur parlamentin. Jo, sinqerisht duhet mbyll. Është shumë çipës. Nice. Mos dalim nga tema se do t'i kapin dot gjithë temat, po sa, ja?